I dënuari për ngjarjet e 27 prillit janë Qento, së bashku me Bogdan Iljevskin dhe Boris Damovskin sot ngritën kallëzim penal në prokurorinë publike kundër Vilma Ruskovskës, prokurorës që atëherë drejtoi çështjen. Ata njoftuan se qëllimi është të rishqyrtohet gjyqi për 27 prillin, sepse do të paraqesin prova shtesë, të cilat u refuzuan në gjyqin e mëparshëm dhe sipas të cilave, siç pretendojnë ata, do të shihet se janë përdorur prova të paligjshme, është ushtruar presion mbi dëshmitarët dhe është marrë një vendim bazuar në procedura të montuara. Кои повеќе од 8 години се соочуваат со системска неправда. Денес официјално поднесовме кривична пријава против поранешниот јавен обвинител со иницијали ВР и тоа по член 368А попречување на правдата и член 353 злоупотреба на службената повложба и овластување. Доставивме докази до јавното обвинителство поврзани со случајот 27 април, кои сериозно го доведуваат во прашање начинот на кој беше водена истрагата и текот на судскиот процес. Reagoi ish prokurorja Vilma Ruskovska, e cila e hetoi këtë çështje para gjykatës penale, duke thënë se Jane Qento nuk mund ta dojë këtë vend më shumë se ajo, dhe duke shtuar se prindërit e saj derdhen gjak për këtë vend. Nëna ime ishte në burgun bullgar dhe ne varrosëm baban tim të vrarë me një plumb bullgar, tha Ruskovska, duke shtuar se prokurorët janë vetëm palë në procedurë dhe se vendimi përfundimtar merret nga gjykatat në 3 instanca. Ndryshe nga Jane Qento, unë luftoj me fuqinë e argumenteve dhe provave, jo me dhunë. Dhuna nuk është kurrë zgjidhje. Vendimi u konfirmua nga gjykata e apelit dhe gjykata e lartë, kështu që kjo do të thotë se nuk ka pasur asnjë veprim të paligjshëm në asnjë rast. Sipas mendimit tim, ky është një mashtrim i publikut, sepse një nga premtimet parasgjidhore të qeverisë aktuale ishte se do të lironin të pandehurit e 27 prillit. Jane Qento së bashku me 15 persona të tjerë u dënuan me 13 vite burg në vitin 2019 me akuzën e rrezikimit terrorist të rendit kushtetues në rastin 27 prillit që lidhet me hyrjen me forcë në kuvend. Çështja u gjykua nga gjykatësia Dobrilla Kacarska, tani gjyqtare në gjykatën kushtetuese. Disa nga të pandehurit në këtë rast morën amnesti sipas ligjit që u miratua nga parlamenti në fund të vitit 2018. Në seancën e 27 prillit të vitit 2017, situata eskaloi derisa Talat Xhaferi po zgjidhej kryetari i kuvendit.